Nëse vuani nga dhimbjet e kockave, ja ushqimet që nuk duhet të hani. Sheqer të shtuara. Trupi ka nevojë për sheqer, por në kohët e sotme, çdo ushqim i përpunuar përmban sheqer. Ai ndërvepron me ynyra dhe proteinat në trup dhe shkakton inflamacion. Kripa është problematike sepse nxit akumulimin e ujit në trup dhe rrit tensionin e gjakut. Sipas informacioneve, njerëzit duhet të shmangin yndyrat e ngopura për shumë arsye. Ato rrisin në rrezikun e sëmundjeve të zemrës, por u bëjnë dëm edhe kyçeve. Ekspertët thonë se konsumi i kufizuar i këtyre yndyrave ul inflamacionin. Nëse vuani nga dhimbjet e kyçeve, qëndroni larg ushqimeve të skuqura, mishit të kuq, ëmbëlsirave industriale, ndërsa ushqimet më të mira për kyçet janë spinaçi, thjerrzat, fasulet dhe karbohidratet e përpunuara.